Sa ki bre djali? Nga burka. A ke humër ushimin që te ka pregadit babi morë me dhejtja? Po. He marë zëtë. Qka u bo kështu? Ja, nuk e ka humër ushimin hiq. Inshallah nuk është infektu nëjse. Qka në djali jam bre? Qa bo? Po më duke që më helmu. Po ti ushimin se kisha humër marë djali jam. Hajde me mu. Hajde me mu. Besnik djali jam. A kem me bisedone të dishka? Ki mu më tërgune sa? Jo, bab, kur gjë më sanin se ka më kalu e shpejt. Hajde shpjet jam, shka në dho me flej pak të pusha. Hajde t'jen dho më tonë. Hajde. Ha? Hala djali ty vjella? Ty vjella hala. Ha djali jam, ty vjella? Jesë mund? Pa. A ke fjeti që ke mund në flej? Po, të notën më ka rok me vjellë. Po, a? Po. Hajde shkojnë atë mjeku. Mos e prënkës se më ka lënë. Jo, kjo punë nuk pret duhet me shku të mjeku. Hajde djali jam, shkojmë të mjeku. Pse marrë djali jam në atë nuk më ke thirë mu. Kesh pas za gjumë i ranë, s'kum një kur gja hiq. Pa, mos e prënkës, hajde shkojna në shkollë. Janë shkollë djali jam, jo, po që dhe me shku të mjeku. Hajde, që. Hajde djali. I di ka botër. Më duhet mjeku pediatri, ku gjine? Pediatri është vishni ka të manar të dhoma 3. Faleminderit. Hajde, kalofshme.
Cili një ndronë? Qeneni. Hajde, hajde. Hajde zemra. Hajde. Hajde zemra, bubet. Zamër shkje? Mirë. Qërë kjemërën? Besnik. Besnik. Mbjemërën? Berisha. Bravo, zamër. A po shkon në shkollë? Qysh pe kalon në shkollë? Mirë. Bravo, shkjete, bravo. Se sa jesë mushët? Se sa e ke po që jesë mushët? Që një javë jënë të vjellë, edhe një ditë kom vjellë si me gjak. Po, ha? Oke, zemra, a fëtë është lagje në shpak? Na, në shpak, qëri gëtë në shpak? Mane? A ma e më njëshën në gjithë? A ma që më njëshën, ishte bravo, shpjes. Po vinë më ozë, kina me shku, pak kina i bërë analiza dhe me njerë këtë. Hajde? Hajde, shpjes, hajde. Hajde. Zemra, babit. Po pse babës nuk i të regojshë që jesë mund? Ha, dhe të bashkë mirë, mos ke gajle. Ha, të kaljen, djali. Dhe të baba shumë. Je djali ma i miri. Ha? Doktor, erdha? Po, bukurosh? A je mirë? Mos ta mirë, shpirë, shumë shpejt në bukur mirë. Shumë shpejt në shpejt zanë. Rriti që këtu, që ta shklet babë, vish me mjekun po konsultuar në diqka. Apo? Po. Porno. Analizat e më gati. Po, doktor? Të drejtën në kërtët që ndojtë shumë mirë. Për fat keq, djali ka një smundje dëmon që është paksa e rënë, edhe për fat keq nuk ka shërim në vendin tonë. Shërimi i djalit bëhet veç në jashtë vendit në Itali edhe ka një kosto shumë të madhe. Po sa kushton për doktoreja? Rreth 100 euro bëhet shërimi i djalit. Ku më gjetë mund kjoja? Edhe për fat keq, djali nuk ka kohë. Domthonë çdo ditë për djalë është e tepërt. Çdo vonesë domthonë është e tepërt. Sa më shpejt që është e mundshme do të më shohë djalin. Ku më gjetë mund kjoja? Doktor Hamid, raportet të shkoj ma shpejt. Babush, a u lodhe? Jo, qika A ja. je mirë? Që shpkalën? Qa kjo, babë, se pukon? Qika ja, bre. Besnikun e kem smut. Haj bre, babë, veç se smut njeri dush me kajta. Që shini bo dhe jo prim për senet ma të vogla pukane. Plus që tash për shësa ato pëdeshë ma shumë se mu. Besnik është i smur, edhe për një smundje të ranë. Preto, babë, mos bë panik. Qka u bo? Patët e mjeku, e kontrolloj mjeku, ja boni analizat, edhe ka smujnë e ranë. Edhe nuk ka shërim Kosovë. Po preto, babi, mos bë panik, mos u brengo sa apet e qojnë atë mjeko, apet e kontrollojmë. Mjeku ke i kjarë qika jam.
Vetëm në Itali ka shërim. Edhe duhet 100.000 euro. Ku mi marrë qika jem? Hoz. Hajto bab, mos u brengaste, se kena me shëru luçkën tonë të vogël. Po nga mu shtriut e po shë, e lej tjera. Qika jem, sot vëneu ma kesh për shëndetën e djalit tonë. Mos tani no babi, veç shtriu po shëtë. Allah isha jetë qëto. Te, qa u bëna? Mirë, nuk ka keq. Qka ki diçka s'po ndo këshe e mirë sot? Kusht ka mërzit? Valla Luan, që në ka ndodhë, mazi se filmat. Se ju kanë djetë hojna shpina që ka u bo? Jo bre Luan, po besniku e shte e për smut. Pa, ajde jetë se i hajlan qa po bëne kështo. Po jo bre Luan, po babi e ka pat besnikun të mjeko, po ti për keq. Ajde be jetë se është mund qëto djetë edhe i hajlan. Luan, kur babi e ka pat besnikun të mjeko, i ka thonë që e ka një smunje te për të lanë. Edhe duhet mi pas 100.000 euro. 100.000 euro? Po, Luan, t'lutna, nuk e kena kërkën tjetër për posteja. Edhe e din që shikom edhe kushtet ekonomike, t'lutna një man. Edhe shumë mirë e din që kur sen s'kum lyp prej teje, veç i të sen po ta lype. Besniku vllai jam. Orta, s'mundem, janë shumë pore. Qysh s'munëm? Shumë mirë e din që shiki kushtet te, shumë mirë e din. Orën, që ki orë për mi 100.000 euro bën. E kere që i ki, e pushime që i bën, edhe po thu s'mun është me një mu vllajnë tema, vllai jam është. Dhe është bash ashta. O bo. Asë më së lëp, asë më së më kërë, asë më së më kërë. Shkallon, valla. Se për qika jem, a mu i erdhe ti? O bab, Orda, ndova pri Luanit. edhe që kje më dash qika jem. Ku? Qashtu o bo puna, bab. I kallzova për besnikon. As nuk u ngaj. As dashti me një mu. As sa njëq. Atë, bëhet mirë qika jem.
Po babë, menova edhe thash klitë sanët që i kena në shpëmi shqitë për luqkën tonë të vogël. Po që ka jam, veç pa. Qërë që ka jam, i vetë me kujtimin e anës tonë që është këta dukat e merre shvet. Ane babë, që dhonë si njërin që ma kalon mami amanet. Që i ka jem, edhe në qëta amaneti që i kam të në anës tonë, edhe këto pëjqa, për tija. Shqit.
Arsa Berisha, Po, për këtij momentit vjen në zyrtat e gjustësisë. A ki nevojë për avokat, a do më përgjigjë? jo, nuk kam nevojë për avokat. Arsa, që një kohë jemi duke të përcjellur. Në lagjen ku jeton ti, je takuar me disa njerëz, me disa makina të ndryshme. Një ditë të takuar me BMW, një ditë të takuar me një kerr Mercedes, një ditë të takuar me një Citroen. Po, e kom bo. Qysh me qikare, në vend se me menu me punu diçka, me kriju familje, ti mirësh me njerëz të ndryshëm. Po, zot një jetus, qa do që thënë është e vërtet, e kom bo, ama si ju s'pon pëtni për arsyem sa. Tash, ti më taku me njerëz, ndryshëm. Zot një jetus, une nuk më dalë për me ndru kera. Të kam qysh i ki fitu këto pare. Unë kom dalë mu taku, arsye është se vllajën e kam smut. Edhe për shërimin e vllajet është 100.000 euro. Është e vërtet që unë taku me ata burrat, ama ata nuk kanë lyp kur gjo mbrapa, vetëm që më kanë mu për shërimin e vllajt. Arta, deponimet që i ki bo, kena përcjell. Dush më i tregu njerëz dhe emrat e tyre. Ku i ki marrë gjitha të pare? Zot një jetus, të kallëzova, është e vërtet që unë taku me ata burra, po ata nuk kanë lyp kur gjo mbrapa. Përkundrazi, edhe krejt sene që i kena pat në shtëpi, i kena shit për shërimin e vllajt. A punon me shto? Ku dushte? Për çka po të nevojë për këto pare? Vllaja jam komedek, mos si bëj 100.000 euro. Çka që po ta mundësi me t'i dhonë, merri inshallah koshërim valla. Ani shoqejon, qysh je? Mirë, me thonë. Qëre, unë e po ta që pi dhe ka një kafe, po që qëtu, mere, kry pun, e shimi na pismet prapë. Faleminderit e për shumë. Një që ka gjëti vishë, inshallah kry pun. Faleminderit, pas tani. Që është ta po ta mundësi. Në t'i bo. Shumë Shërë faleminderit. shtrejt. Faktishëm. Po koleg, tham direkt edhe në e kryva gati, se çka është në rregull. Arta, sa më njoftoj kolega, edhe e ka pas një dëshmitar, ka pranuar gjithçka. S'ka pas kur fal këmbimi,
për të rollat që keni marrë. Kështu se gjithçka në rregull, të urojmë shërim sa më shpejt vllat, për këtij momenti të lirë. Faleminderit shumë zot Metus. Natën e mirë. E djali jem. S'ka po telefonin tonë ditën ta thras botën tonë. Alo? Po ku je brëqika jeme? Tonë ditën të thirë s'pa lejmërosh. S'ku mujt me tha qilë si unë kam pak në zonë. Jo, vazhdoshta me tërguën që unë pagesën e bone në bank edhe pa nisëm për Itali. Apo a? Kësmet për Zotit, shpejt i shijemi. Okej. A je atë? Lut na qile derën se kam me folë me ty gjithçka. Ku je, mërë që s've qeli i telefon?
hajde. Qa po bën këtu? Art, erdha me të marrë edhe me shumë e bisedu, hajde. Luan, lutna në shumë a dorën, edhe mos unë jak ma për mas. Art, lut na qetëso edhe hajde shkojmë. Të qëtësu më po thua. E qysh mu qëtësu, Luan. Lutna largo edhe mos unë jak ma për mas. Art, unë erdha me të marrë edhe me të thonë që besniku tonë po i ndihmoj me shumë më shëru. Faleminderit shumë, Luan. Ama besniku që të kohë, o të udhëtu në Itali me babën. Qysh? Art, ku i more gjitha të fore? Ku shtadha gjitha shumë të fore? Me ndihmu njerëz të tjerë, që e patën shpirtin e mirë. Edhe krejtë senet që i kena pat në shpe, i kena shrit. Edhe amanetin e mamit bela. Veç me mbledh shumën për besnikun. Art, lut na qetëso, merë unozën, vendosë se kam i ndresh krejt. Mi ndresh të gjitha, qka po dënë me thonë ma shumë. Kur t'luta, me mlimu për vllajën te me ma ktheve shpinën, e mle vetë mu përpjek për vllajën tem. Nuk është puna që nuk deshta me të ndihmu. Po pse e ka gutësh? Unë jam veç... Veç shka? Veç dikush që nuk do mi dal në krah njeri që e dëna? Pse po mundohesh mu me bon gjenja si kur nuk kam vlerë. Ti e din se sa du. Po, unë nuk më i me ndresh kejt votën. Luan, unë nuk t'kum kërku me ndrejt votën për mu. Veç me më tregu që jemi bashkë në këtë luftë. E ju me mlon vetë. Dashnia nuk është veç fjallë, po vepër. Edhe qka tash? Keqa këna pos veç me elon që shto, a? Si unë ajo që e kum prish, ti zgjodhe mos më bo pjesë e kësaj. Unë e veç për pranoj ato që po ma jap. E nëse nesër pëndohë short, edhe kupton që kjo nuk është e drejtë. E nëse nesër kupton ti që i kilshu dorën, kur mos shonte, kum pat nevojë. Luan, mos më kërko mo, jam të mirë. Dashnia nuk është veç fjallë, as veç kujtime të mira. Dashnia është me qëndru dikujt pranë, kur krejt bota i kthehet këndër. Është me u kap fort për dorën e tij, kur rruga bohet e ertë. Jo me ik, ti sike, ti veç e lëshove dorën tem, kur mas shumë ti kisha nevojë. E tash, e shët qartë. Nuk jam unë ajo që u largu prej teje. Ti ishe ai që zgjodhe, mos më qënë pjesë e kësaj historia. E unë, s'du mo me jetu një ëndër që ka vdek, qysh më te.